Isha shumë kurios të di se si kanë reaguar në raport me TikTok-un, si ka funksionuar TikTok-u në këtë kohë kur u fol për ndalim, u ndalua, u përdor me VPN. Na çove në temë tjetër tani për TikTok-un apo gjatë fushatës? A ka patur më shumë interaktivitet gjatë fushatës? Po, do t'jap një përgjigje shumë të shkurtër. S'pam një letër me vull shumë të madhe nga TikTok-u që në Shqipëri është mbyllur. Nuk doli dikush me letër në dorë, tha është mbyllur TikTok-u. S'kemi parë vetëm lajme në media dhe një intervistë ose një reagim kaq. Kështu që ti thua vazhdoni të përdorni TikTok-u. Shkurtimisht emrat më të klikuar, më të komentuar, kishe edhe një pyetje. Po, kam një pyetje. Bashkangjita times edhe të na japi përgjigjen. Unë kam një pyetje. Këta që janë votuar më së shumti aktualisht, janë disa emra të votuar më së shumti nga të dyja partitë. Si kanë qenë në ndjekje në rrjetet sociale? Po duhet ta ndihmosh me emrat. Erion Braçe, Sara Mile, Gledi Gonxhe, Jorida Tabaku, Ali Mehmeti. Po kuptoj. Këto që janë më i përgëzoj me që janë votuar shumë, s'do t'i përmendoj emrat, po i përgëzoj sinqerisht në të dyja partitë. Të them të drejtën, në rrjetet sociale nuk janë kërkuar as pak. Janë kërkuar vetëm nga miq, nga mikeshë, ato follow stack që i kanë ngelen, ato follow stable, në as nuk ka pat në një rritje ose nuk ka pat në një ulje të tyre, do nga të misim nga tyre të përbashkët. Por nga ta që janë kërkuar bëmat, si thaj Jorida Tabaku shkërkuar goxha, por nuk mori vota. A ka pas sponsorizimi, a ka lidhje të ndërsjellë sponsorizimi me këtë analizë që ju bëni? Nuk ka lidhje fare sponsorizimi. Analitikat që përdorin analizat e rrjeteve sociale vinë direkt nga kërkimet, nga keywordet që njerëzit përdorin dhe jo nga sponsorizimi ose nga klikimet e acët që dalin në Instagram ose rrjetet sociale. Besojmë kuptoni. Okej, në rregull. Po mirë, me që ja ktheve përgjigjen sa i përket atyre që kanë qenë më të votuarit, the nuk kanë qenë më të klikuar në rrjetet sociale. Përveç Jorida Tabakut, kush ka qenë tjetër i klikuar, i komentuar në rrjetet sociale? Një nga më të klikuarit, që është bërë dhe virale, thashtë dhe pak në parë që Lulzim Basha dhe Edi Rama. Pastaj ndiqet nga Sali Berisha dhe më pas, treti direkt është Agron Shehaj. Agron Shehaj. Mirë, dakor, faleminderit shumë. Është çifti Lulzim Basha dhe Edi Rama, Sali Berisha dhe Agron Shehaj. Agron Shehaj. Pastaj më the për Jorida Tabakun që është komentuar, kurse ata më të votuarit nuk kanë patur të njëjtin impakt në rrjetet sociale. Mirë, faleminderit shumë.